Aktualisht ne kemi një ligj të aprovuar, të dekretuar dhe që ka hyrë në fuqi. Nuk është çudi që në Shqipëri ka disa raste ku ligjet publikohen, hyjnë në fuqi dhe nuk pasurohen dhe nuk zbatohen sepse nuk janë të pasuruar me udhëzime përkatëse. Por nuk besoj që ky është rasti. Për shkak se ka një angazhim, për shkak se ka presion në treg, për shkak se është thënë disa herë dhe është, po themi, është ecur përpara me procesin, nuk besoj që ky do të jetë rasti që rivlerësimi nuk do të kryhet. Mund të ketë vonesa, patjetër që mund të ketë vonesa dhe atë që unë besoj që pse është arsye kryesore vonesës, është besoj që kjo fushat rivlerësimi është lidhur gabimisht me çmimet e referencave. Pra gjithmonë angazhimi i Ministrisë së Financave ka qenë që ne do të kemi një fushat rivlerësimi, por do të emetojmë, do të publikojmë çmimet e referencave të reja në fillim të fushatës rivlerësimit që të gjithë aktorët të kenë mundësi të rivlerësojnë pasurinë e tyre të paluajshme sipas çmimit të referencave, jo me vlerësues pasuri të paluajshme, po themi që është rasti kur ti ta çosh në çmim tregu. Ky lloj ngërçi, ky lloj presioni sepse publikimi i çmimit të reja të referencës patjetër që lëviz disa dinamika në treg. Ky lloj presioni besoj që ka sjell në shtyrjen e publikimit të çmimit të referencave dhe në të njëjtën kohë në shtyrjen e hyrjes në fuqi të rivlerësimit. Shkojmë pak në thelb procesit të rivlerësimit. Sa i rëndësishëm është dhe cila kategori e qytetarëve duhet ta bëj? Cila e ka më imediate, le ta themi, si proces për ta kryer? E ka imediate kushdo i cili do ta shesë pasurinë e paluajshme në këtë moment. E ka imediate kushdo i cili planifikon ta shesë një pasuri të paluajshme në 2-3 vitet e ardhshëm. Kemi një strategji afatmesme të ardhrave që përfundon, po themi, hartuar nga Ministria e Financave, publikuar, po themi, hyrë në fuqi nga qeveria, që përfundon deri në fund të 2027-s, kështu që nëse ke ndërmend të tregtosh pasurinë e paluajshme fund 2027 edhe në 2028, patjetër që duhet ta rivlerësosh. Më mirë rivlerësohet tani sepse pas 31 marsit të 2027-s, tatimi mbi fitimin kapital të realizuar shkon përsëri 15%, ose po themi nuk e ke këtë mundësinë për ta rivlerësuar me 5%, do të shkosh automatikisht me 15%. Qytetarët duhet kuptojnë që ky 5% që shkon pra nga 15% nuk është i përhershëm. Jo, nuk është i përhershëm. Është një fushat për cilën ti duhet të shfrytëzosh momentin nëse do të ta bësh. Dhe praktikisht nuk është ulur tatimi mbi fitimin kapital. Është lejuar që ti të rivlerësosh pasurinë me 5%, që në moment kur ti e tregton, mos të kesh më diferenca me ditë çmimit të blerjes, çmimit që ti ke në kartel dhe çmimit të shitjes, pra ta kesh kur e ke të rivlerësuar, ti ke zero diferencë, sepse ke rivlerësuar paraprakisht dhe ke paguar tatimin paraprakisht, që ti mos kesh të diferencë dhe mos paguash 15%. Domethënë, por realisht tatimi mbi fitim kapital nuk është ndryshuar. Thjesht është lejuar rivlerësimi i pronës me 5%, duke përputhur me vlerën që ti dëshiron ta kesh në kartel. Në çdo moment pas rivlerësimit ti tatohesh me 15%, nëse ke qoftë edhe 1 lek diferencë. Prandaj, kush ka ndërmend ta shesë aktualisht, kush ka ndërmend ta shesë në 2-3 vitet e ardhshme, duhet ta rivlerësojë. Në të njëjtën kohë, kush ka pasuri të paluajshme të përfituar me proces trashëgimie, po e ka zero vlerën në kartel, është mirë që ta rivlerësoj, sepse nuk i dihet në të ardhmen nëse do ta dhuroj apo nëse do të heqë dorë nga pjesa e vjetë e pasurisë apo nëse do ta shesi. Po si funksionon këto raste kur e ka të trashëguar apo të falur? Normalisht kur e ka trashëguar, nëse nuk ka pasur një proces rivlerësimi më përpara për këtë pronë apo nuk ka pasur një vlerë në kartelin e pasurisë, atëherë ajo merret me kosto shfrytëzimi. Në momentin e parë që ti e dhuron apo ti heq dorë nga pjesa jote takuese apo e sheth, ajo merret me koston e shfrytëzimit që është kosto sipas Endi Kombëtar Banesave, pra tabelës që publikon Endi Kombëtar Banesave, që në shumicën e kohës është shumë larg nga vlera e referencës, është shumë larg edhe nga tregu, sepse merret kosto e ndërtimit. Dhe kosto e ndërtimit mesatarisht, edhe sikur ti je në përputhje me tregun sot, mesatarisht kosto e ndërtimit është 600-700 euro për metër katror. Ndërkohë që tregu i shitjes është më lart.